jashtëzakonisht mirë taktike, ka një grup lojtarëve që punojnë shumë mirë. Prandaj të marrë parasysh këto, ne kemi bërë përgatitjet, do të bëjmë përgatitjet e duhura. Në realitet kemi bërë disa përgatitje sa i përket analizës kundërshtarit, po ato do të munojmë tani në këtij ciklusi javor të zbatojmë taktik edhe të gjejmë ato mënyrat më të mira që me i pamundësu Bullgarisë që shpërfaq ato anët pozitive edhe normalisht shfrytëzojmë ato pika që ka mangësi edhe dalim me rezultat pozitiv. Jemi shumë të dishëm që është një kundërshtar as pak i lehtë edhe fokusi jonë do të mbetet njësoj, mos them edhe me i sforcuar kundaj Bullgarisë sa kundaj ekipeve ballafake. Prandaj po shpresojmë që të paraqitemi në mënyrë më të mirë të marrim rezultatet që ne na kërkojnë. Faktikisht kemi kohë të mjaftueshme për më përgatiti për lojën atje në Bullgari. Të marrë parasysh se është një kampanjë mjaft e gjatë dhe kena ditë mjaft për më përgatitur për lojën atje. Besoj që kena me performu mirë, kena mobilizu mirë që me pas një paraqitje sa më dinjitoze. Normalisht që na presin dy ndeshje prapë të vështira, se kundërshtari nuk është edhe aq i lehtë. E rëndësishme është që kemi po 2 hapa të sigurt. Do të më bëjë prapë edhe 2 hapa të jetë sigurt që në fund me triumfu edhe me kualifiku. Sot është dita e parë e grumbullimit, atmosfera është shumë e mirë, kena do vajza të reja këtë herë, kena përfunduar 2 lojë të mira me fitore të mira, tash fokusohemi çdo lojë me Bullgarinë, edhe shpresoj që të shkojmë me fitore.